Përshëndetje, kuzhina Niri, sot kam vendosur përgatitin një torte të shpejt për 5 minuta. Përgatitja edhe shumë e sheshme bëhet. Krejt që kanë nevojiten prej përbersve janë 600 gram me keksa për ndryshe biskuta, 2 nga 200 gram pra me kakao, 2 nga 200 gram pa kakao, i kom shtyp me të hollosi kështu. Mandej 350 ml qumësht të ftoft, një lugë të gjellës kakao, si dhe 2 peciva për ndryshe pluhur për pjekje. Këta janë përbërës që na nevojiten. Për lyrje e morë mandej çokoladën. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Është një torte shumë e shpejt që mundeni me përgatit edhe për Bajram tash Kismet. E morëm një enë me thellë, ku edhe i hedhim pra keksat për ndryshe biskutat, mandej shtojna qumshtin, e shtojna kakaon, furën e kemi shumë temperaturën 180 gradë që të nxehet, shtojmë 2 pluhur për pjekje, për ndryshe me peciv, edhe prapi përzina. Pasi kështu duket pra mosa pak e trosh, ja qesim pra e shtojnë edhe 200 ml me qumsht, që të bëhet pak me hollë sepse ka mbet e trosh. E përzina, tepsine mili me gjolë. E morëm tash tepsin edhe e qesim biskutat. Mundeni edhe biskuta pra pa kakao me përdor, që shto në qëfartje që lloj një s'ka lidhe, kryesoja me qenë biskuta për ndryshe keksa, sepse përgatitet pa mill. Për iftar ju kënaq, po ashtu edhe për Bajram Kismet, një ide për me qitë. E shtrina mirë mosën. Tash e fusim tepsin në furrën e nxehur pra në temperaturën 180 gradë. Në një bakall e kom marrë pra 100 gram me hopla për ndryshe shlagzane, edhe i kom nxeh mirë, edhe i kom qit 200 gram me çokoladë që janë gatimit pra. I përzina derisa të shkrihet çokolada. E kemi hek edhe tortën prej furrës, e kemi lënë pra në temperaturën 180 gradë për 30 minuta. Si gjithmonë, me një rrëmuese, e shpojna kështu pra edhe kur nuk ngjitet për rrëmuese brumi, atëherë është pjekur pra edhe tortja. Në anën tjetër, çokolada e zezë është shkri, bismillah, e qesim tashti për mi. Tashti e shtrina çokoladën. Pra tortja është e nxehtë edhe çokolada është e shkrime e lyna për mi, edhe e lëni mandej derisa të ftofet. Për iftar neve na beft mirë, e juve po ashtu. Një torte shumë e shpejt përgatitje, edhe shumë e shishme.